Transmeton Buhariu nga Ebu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La takumu as-sa'atu hatta yakthuru fikum al-mal. Nuk do të ndodh kiameti derisa të përhapet pasuria tek ju shumë. Hatta yuhimma rabb al-mali man yakbaluhu minhu sadaqa. Wa yud'a ilayhi ar-rajul fayaqul la arba li fihi. Derisa thot pasaniku do të dëshiroj që t'jep sadaka, sepse ka shpërblim të madh, është prej veprave të mira që kanë shpërblim të madh. Do të dëshiroj që t'jep sadaka, thot pejgamberi sa, do ta thirr njeriu që i duket pak si më i varfër se të tjerët, mirë po ai do të refuzoj, do thos s'kam nevojë, unë nuk kam nevojë për sadaka. Po ashtu transmeton Muslimi nga Ebu Musa radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thonë: La ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman yatufu ar-rajul fihi bis-sadaqati min adh-dhahab. Do të vijë një kohë për njerëzit ku njeriu me arë të cilën e ka grumbulluar do të shëtis në për rrugë që ta gjej dikën të cilit do të mund t'ja jep këtë arë si sadaka, thot. Thumma la yajidu ahadan ya'khudha minhu. Pastaj thot, pasi që e shëtit krejt vendin, nuk do ta gjej askënd i cili do ta pranoj këtë sadaka prej tij. Po ashtu pejgamberi alayhis salam, dhe kjo ka ndodhur kur muslimanët kanë qenë shumë dobët, në gjendje shumë të vështirë, pejgamberi alayhis salam po tregon se ummeti i tij do të forcohet shumë, se pasuria do të përhapet tek ata, se do t'i marrin thesarët e Kisrës apo udhëheqësit mbretit të Persisë. Transmeton Thawbani radiallahu anhu në hadithin që transmeton Muslimi se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Inna Allaha zawwa li al-ard. E tregon pejgamberi alayhis salam një ëndër që e ka pa. Thot, pash në ëndër se Allah subhanahu wa taala ma shfaqi tokën para syve të mi. Zawwa do të thonë kur e rrafshon diçka. Dhe kjo është si një lloj indikacioni se toka nuk është e rrafshtë, sepse po thot Allahu ma rrafshoi para syve të mi. E kjo do të thonë se në realitet ka një farforme tjetër toka, sepse sikur të ishte e rrafsh nuk do të thonte ma rrafshoi Allahu, po thot ma rrafshoi, e pash lindjen dhe perëndimin, që me fjalë tjera do të thonë se nuk mund ta shohësh lindjen dhe perëndimin nëse është toka në atë formë në të cilën është. Wa inna ummati, thot pejgamberi alayhis salam, wa inna ummati sayablugu mulkaha ma zuya li minha. Thot dhe ummeti im sundimi i ummetit tim do të arrijë aq sa më ka treguar prej saj Allahu subhanahu wa taala. Wa utitu al-kanzain al-ahmar wal abyad, dhe më janë dhënë dy thesaret i kuqi apo i verdhi dhe i bardhi, është për qëllim ari dhe argjenti. Dhe është interesant, subhanallahu, se kjo hadith po ashtu është një prej muxhizeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse në këtë hadith përmendet lindja dhe perëndimi, nuk përmendet veriu dhe jugu. Dhe me të vërtet përhapja më e madhe e islamit dhe çlirimet më të mëdha të muslimanëve ka ndodhur në drejtim të lindjes dhe në drejtim të perëndimit. Domethënë në aspektin, nëse mund të themi, horizontal të globit, e jo në aspektin vertikal, ka veriu apo ka lindja. Në veri dhe në jug ka më pak musliman se sa që ka në horizontalisht në lindje dhe në perëndim, ndërsa pejgamberi alayhis salam këtë e ka thonë se do të ndodhë kështu. Pra në anën lindore dhe në anën perëndimore do të përhapet më shumë feja Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është një muxhize prej muxhizeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në hadithin e Adi ibn Hatimit radiallahu anhu, i cili është prej sahabëve të njohur, ka qenë krishter, pastaj e pranon islamin. Hadithi është i gjatë, mirë po pejgamberi alayhis salam, ajo që është me rëndësi, pejgamberi alayhis salam i ka thënë, pasi që erdhën disa prej sahabëve, Adiu ishte i ulur në mexhlis me Muhamedit alayhis salam dhe bisedonin. Dhe përderisa ishte ulur në mexhlis, disa prej sahabëve vinin dhe ankoheshin për shkak të varfërisë, për shkak të gjendjes së vështirë në të cilën ishin. Dhe pasi që pejgamberi alayhis salam u dha atë që e kishte, pra ju ndihmoi me aq sa kishte mundësi,
ju drejtua Adiut radiallahu anhu dhe i tha: o Adi, le intalet bike haja, le tuftahanne kunus Kisra. Nëse ke jetë dhe nëse Allahu të jep jetë pak më gjatë, do ta shohësh se thesarët e Kisrës apo mbretit të Persis do t'i çlirojnë dhe do t'i marrin muslimanët. Dhe i thot: wala intalet bike haja, le tarayanna ar-rajul yukhriju mil'a kaffihi min dhahab aw fidda. Dhe nëse thot ke jetë më gjatë, do ta shohësh një njeri i cili e jep grushtat e mbushur me arë dhe i nxjerr për t'i dhënë sadaka, thot, mirë po nuk e gjen se kujt t'i jep sadaka, për shkak të aq shumë sa do të përhapet pasuria në mesin e muslimanëve. Tash Adiu pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam po thot në fillim thot që e disha se është e sakt, mirë po mu duk si diçka e madhe. Mirë po thot i pash thesarët e Kisrës duke u bajtur mbi devet e muslimanëve. Kjo shenjë ndodhi, do më thonë kohën kur Adiu radiallahu anhu ishte gjallë. Pastaj ju thot tabiinve, nxënësve të tij: wala intalet bikum hayatun le të raune ma kale nëbi Ebul Kasim. Dhe nëse ju keni jetë pak më gjatë, do të shihni edhe këtë shenjën tjetër që e ka përmendur i dërguari i Allahut, apo Ebul Kasim, që është kunja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo shenjë tjetër, pra se do të përhapet pasuria, është ka ndodhur parcialisht në mesin e muslimanëve në kohë, në njërën prej kohëve që thonë dietarët, në kohën e Umar ibn Abdulazizit rahimahullah, i cili është prej tabiinëve dhe ka pas drejtësi të madhe, domethënë sundimin e tij, Umar ibn Abdulazizi. Andaj në kohën e tij është përhap shumë pasuria, sa që vështirë ke pas që të gjesh dikon që t'i japish sadaka, siç e transmetojnë pra dietarët. Mirë po, kjo do të ndodh, si thonë dietarët, kjo ke parcialisht, do të thonë shumicën e vendeve të muslimanëve, edhe pse kishte dikund aty këtu njerëz të varfër, mirë po ajo që mbisondoi ishte panevojshmëria pra për sadaka. Mirë po thonë dietarët, kjo do të ndodh në mënyrë totale, komplete në kohën e Isaut dhe Mehdiut radiallahu anhu dhe në kohën e Isaut alayhis salam, pasi që të mundet ushtria e Dejxhallit, të vriten Yexhuxhet dhe Mexhuxhet, atëherë muslimanët do të kenë pra jetë të mirë, do të përhapet pasuria, do të sundojë Islami e kështu me radhë. Dhe kjo është argument se shenjat e kiametit mund të ndodhin shenjat vogla edhe pasi që kanë filluar të ndodhin shenjat e mëdha. Sepse kjo shtimi i pasurisë është prej shenjave të vogla, mirë po si që thonë dietarët, do të ndodhin pasi që kanë filluar shenjat e mëdha, e që është ardhja e Isaut alayhis salam, zbritja e Isaut alayhis salam dhe dalja e Mehdiut.